Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, ftoi deputetët të votojnë për miratimin e ndryshimeve të ligjit për inspektoriatin dhe përdorimin e gjuhëve me qëllim që punojësit e inspektoriatit të marrin pagat pas 5 muajve bllokim. Sipas Qokut, me ndryshimet ligjore, inspektoriati do të jetë pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe do të fuqizohet pasi do të ketë të drejtë për vendosjen e penaliteteve. Përpiqemi mos e politizojmë këtë çështje në kurrizën hallin e punonjësve e qytetarëve që punojnë aty. Jemi shumë të interesuar të gjejmë një zgjidhje, nuk dëshirojmë të krijojmë pikë politike nga hallet e tjerëve. Tani, nëse dikush përpiqet ta bëjë këtë, ne jemi të interesuar që të gjejmë zgjidhje sa më shpejt. Subjektiviteti juridik i inspektoratit në fakt mbetet në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë, ashtu siç mbeten gjithë inspektoratet me ligjin për riorganizimin administrativ që u votua me shumicën absolute, pra me 2/3 ku votuan edhe BDI-a, për hir të këtij ndryshimi të organizimit administrativ, ky inspektorat pra është pjesë e Ministrisë të Drejtësisë, siç janë inspektoratet tjera pjesë të ministrive përkatëse. Fronti Evropian është kundër ndryshimeve në ligjin për inspektoriatin e gjuhëve. Koordinatori i grupit parlamentar Blerim Bexheti njofton se deputetët e tyre nuk do t'i mbështesin këto ndryshime. Fatkeqësisht, nga qeveria këta vinë, shkoni folni me grupet parlamentare që ju të merrni rroga. Çështja nuk është vetëm tek problemi i rrogave. Çështja është që të humbet statusi juridik i këtij inspektorati që buron nga ligji për gjuhët, ku ne edhe një herë riafirmojmë vendimin tonë që jemi të gatshëm që të kontribuojmë, që edhe kjo dilemë të hiqet, po edhe inspektorët të marrin rroga. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria konfirmon pozicionimin në politikën e jashtme në mbrojtje të integritetit territorial të Ukrainës dhe përmes një marrëveshje të ratifikuar në Komisionin për Politikë të Jashtme. Zëvendës ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme, Endrit Yzeiraj, përpara anëtarëve të komisionit, ofroi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi sigurinë dhe mbështetjen e afatgjat ndërmjet Shqipërisë dhe Ukrainës. Zëvendës ministri nënvizoi se marrëveshja shkonte më tej, pasi ka kolona sa i përket bashkëpunimit politik dhe llogaridhënies së mëtejshme në konfliktin Rusi-Ukrainë. Komisionere për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos bëri thirrje për formim sa më të shpejtë institucioneve në Kosovë. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, komisionerja tha se pas zgjedhjeve të fundit është thelbësore të formohen shpejt institucione dhe të ecet përpara me reformat kyçe në gjyqësor, media dhe administratë publike. Sipas saj, një qeveri funksionale dhe kuvend funksional janë thelbësor që Kosova të përfitojë nga plani evropian për rritje. Kosova mbetet i vetmi shtet në rajon me perspektivë europiane për të cilin ende nuk është trajtuar aplikimi për marrjen e statusit kandidat. Komisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkoi rifillimin e dialogut mes dy vendeve. Pas takimit me kryenegociatorin Besnik Bislimi, Sorensen tha se planifikohet së shpejti të organizohet një takim trepalësh në kuadër të dialogut. Diskutuam për një gamë të gjerë çështjesh të rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Planifikojmë të organizojmë së shpejti një takim trepalësh, shkruan Sorensen në rrjetet sociale. Bislimi tha se ka qenë i paraparë dhe takimi trepalësh, por nuk ka ndodhur për shkak të disa komplikimeve në udhëtim të delegacionit serb. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.